Edhe bon një lëndim, edhe atëherë i bet kartoni kuq, se është starti brutal. Ose të kalon, të gjetë në me dorë. Të kalon, se i ljedh lojtari fund, edhe ty ta mos e penaltia nuk është gjithmonë gol. Edhe me hi start, kur ka qëllimi topin, që se tërhjek me dorë. Edhe atëherë i bet kartoni i kuq. Shumë raste ki, po thome edhe të dora, po jo në raste që për shkak është ka korniza e golës, portieri shkon normal, ka qëllimi me dorë me gam, aty i bet penalti dhe kartoni verë. Një pyetje pak ndoshta mund të cilësohet edhe si lloj banale, a mund të ndikon edhe nga pagat gjyqtarët për shkak që ka nisë një temë diskutimi që po kërkojnë edhe rritje mëditjesh, edhe kështu edhe tash nuk i marrin serioz ndeshjet. Nëse kanë kërkuar, unë që gishtin për, me rrit pagat. Unë dëgjom, ndoshta edhe na jem momentalisht Nuk po mirë na serioz, sepse këto gabime elementare do të besojmë. Ai që ka ndodhur në Podujevë, edhe sot tajmat aty nga kishte një reagim. Edhe na ka ndodhur, Shikove diçka po them sot. Unë e lexoj dje dhe sot në disa portale dhe në disa Facebook, asaj e lexoj që për shkakun Gens Nuza është dënuar 4 ndeshje. Po unë kam publikuar fare. Edhe po gabim se nuk është i dënuar. Jo është i dënuar. Jo, nuk është i dënuar. Jo është i dënuar. Jo, nuk është i dënuar. Unë po pe burimeve të sigurta, pe informatave të sigurta. A kena më numëruar bashkë gjërat? Hajde. Sa s'ka me referu Gens Nuza? Shiko, nuk është i dënuar. Një u kry. Nuk është i dënuar. Unë po them që nuk ka vendim dënimit. Veç një sekundë. Sepse është notu me notë shumë të mirë që ka referu ndeshjen. Edhe çka ka ndodhur mas lojës. Tu di ka sumi. A di çfarë ka ndodhur mas lojës? Nuk është i dënuar. A di çfarë ka ndodhur mas lojës? Se dolën temë bëjmë. A e din situatën që ka qenë? Dëgjom, janë filmet kanë pas për shembull filmet. A di filmet që ka bërë Gens Nuza në drejtim të drejtuesve të Xhilanit? Unë po them që nuk A di provokimet që ka bërë në parking të stadiumit? Karshi presidentit, drejtorit dhe drejtuesve të Xhilanit Gens Nuza. Ti veç përdishet ato, a e din ti çfarë filme ka pas Gens Nuza? Nuk po them, nuk jam kundër Gens Nuzës. Është marrë me fol, po të kallëzoj mas ndeshje, mas emisionit të kallëzoj çfarë filme ka pas. Edhe nëse s'ka vendim, pse po thotë është dënuar? Nuk është i dënuar. Nuk ka vendim. Nuk ka vendim. Tash po merrni me çështje. Beson që është formaliteti. Po merrni me çështje formaliteti. Informat zyrtare dhe 100% që nuk është i dënuar. Edhe nuk ishte dashur. Gens Nuza nuk ka më referu 4 edhe 3 gjëra. Ja, sysh është. Unë po them, vendim nuk ka që është i dënuar. Bindo që nuk ka. Gens Nuza nuk ka më referu edhe 4 ndeshje. Kjo borem atërë të Jo, se caktoj. Po Gens Nuza nuk ka më referu. Mos harroni që Gens Nuza është të referu edhe në në arenën tonë edhe ka. Po dhe sa Kastroti është tu referu. Nuk janë të prekcjellën me dorë, tu referu. Kanë gjithmonë njerëzore, po mos janë të shëllëshme. Burimi jot po na shqetëson ne. Pak më mbrojt edhe rreth. Pse? Burimi jot mu po më shqetëson. Pse? Ky thot nuk ka vendim. 100%, 100% për dënim. Informat. Kjo është çështje formaliteti, ne përfundimi të kjo çështje. Sakt po them, që s'ka vendim të dënimit. Se s'po tu me thollat prozën të shëthojnë për gjyqtarët, se ti e din. I kanë fut në, a pe din ku për Friz. Po. Ju.